Ngjarje të rënda në pak orë në Vlorë, 2 gra i japin fund jetës duke u hedhur nga lartësia. Policia sqaron se në lagjen kushtrimi shtetësja BL 62 vjeçe u gjet pa shenja jete në rrugë nga shërbimet e urgjencës mjekësore. Paraprakisht, dyshohet se ajo është vethedhur nga kati i tretë i banesës së saj. Gjithashtu, në zonën e Transballkanikës, në vendin e quajtur Kulla Fegaj, shtetësja DM 78 vjeçe dyshohet se ka rënë nga balkoni i katit të dytë të banesës së saj. Ajo u transportua në spitalin rajonal Vlorë ku ndoroi jetë. Dyshohet se të dyja shtetaset vuanin nga probleme të shëndetit mendor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.